Me vendosjen e pronave në shërbim të turizmit në Gjirokastër, tregu imobilar është bllokuar për sa i përket shitjes së tyre. Kërkesave të shumta për apartamente, por edhe shtëpi karakteristike, agjensitë nuk arrin t'u përgjigjen. Për vitin 2025, në agjensinë tonë për sa i përket tregut imobilar, ka patur kërkesa për blerje, por faktikisht nuk kemi disponibil shumë prona, për arsye sepse një pjesë shumica e pronave është akoma në booking dhe B&B. Funksionojnë pak faktikisht në pjesën e dimrit, por gjithsesi ka prap rezervime, që do të thotë që qyteti i Gjirokastrës punon për sa i përket ambienteve me qira gjatë gjithë vitit për 12 muaj. Funksionon faktikisht, ndërsa për sa i përket shitjeve, ka klientë goxha të interesuar për ambientet 1+1, 2+1 dhe të restauruara dhe të parestauruara. Shumica janë me pagesë të menjëhershme, por kemi dhe nga ata klientë që janë me pjesë kredie. Kryesojnë faktikisht lagjet që janë më afër qytetit, që janë lagja 18 shtatori, për sa i përket apartamenteve, lagja Palorto, Dunavat dhe 11 janari për sa i përket shtëpive karakteristike. Pothuajse e pamundur është të gjesh edhe një shtëpi me qira vjetore në qytetin e Gurtë. Pronarët e tyre preferojnë më tepër të japin ato me ditë ose javë. Për sa i përket apartamenteve me qira, fokusi është goxha i lartë, ka kërkesa shumë të mëdha. Për sa i përket familjeve, ka familje që duan me një afat kohor 1 vjeçar, 2 vjeçar dhe kështu me radhë, por nuk mundemi dot për arsye sepse familjarët kërkojnë vetëm me qira ditore, maksimumi një javore. Është fokusi më i madh që është përqendruar. Për arsye sepse dhe këto shtëpi faktikisht jepen me qira ditore, nuk prishen, me fjalë kanë më pjesa amortizimit është shumë herë më e vogël në krahasim me një familje që do jetojnë në atë apartament. Dhe kështu që duan më tepër qira ditore. Aktualisht kanë ardhur kërkesa dhe për pjesë hotelerie për t'i marrë me qira, jo për të blerë, por për të marrë me qira, për të punuar. Hotelet, bujtinat, këto që janë aktualisht, ka patur kërkesa për pjesë hotelerie, goxha, faktikisht. Kemi në dispozicion diku te 4-5 ambiente deri tani, por që prapë sërish jemi në kërkim, sepse sezoni pret që të filloj prapë sërish me ato hobin e madh që ka patur në vitin që shkoi. Ajo çka apelon bani është kryerja e vlerësimit të pronave të cilat kërkojnë t'i shesin. Ky proces që nis së bashku me 2026 synon për ditësimin e vlerës, duke paguar 5% tatim në vend të 15% që paguhet pari vlerësim.